Atmosfera në shtëpi nisi si një festë e vërtetë. Banorët organizuan një darkëm simbolike për Selinën dhe Gimbon plot gëzim dhe dekorime. Gjithçka dukej perfekte. Muzika filloi të luajë, banorët po duart rokisnin dhe Selina e Gimbo ishin gati të nisnin ceremoninë. Por në momentin kulminant, Rogerti u hodh në mes të ceremonisë. Ajo që nisi si një shaka, doli të ishte një ndërhyrje shumë serioze. Rogerti akuzoi çiftin se kjo darsëm është vetëm për vëmendje dhe show. Nuk është e sinqert, u shpreh ai me një ton të fortë. Selina dhe Gimbo mbetën të habitur. Gimbo u irritua nga ndërhyrja, ndërsa Selina i kërkoi të mos ia prishnin momentin e saj të bukur. Banorët e tjerë u përfshin në diskutim. Atmosfera festive u shua shpejt, duke u zëvendësuar nga debatet dhe pyetjet mbi sinqeritetin. Selina u shpreh shumë e zhgënjur. Ajo nuk e priste që një çast gëzimi të shndërrohej në një përplasje të tillë para të gjithëve. Ky moment ka lënë shumë pikpyetje në shtëpi. A do të vazhdoj dasma, apo kjo ndërhyrje e Rogertit ndryshoi gjithçka?